po je thjesht formale, je keq. Pse? E demonstrova me fjalën tënde që ja kam quar. Deputeti demokrat Dashnor Sula ka deklaruar përmes një reagimi në rrjetet sociale se nuk është përfshirë në listat e kandidatëve në Partinë Demokratike në qarkun Elbasan për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Me anë të një reagimi, Sula është shprehur se emri i tij është përjashtuar si kandidat i mundshëm për shkak se është identifikuar si mbështetës i SPAK dhe institucioneve të drejtësisë. Ja dhe reagimi zyrtar i deputetit Dashnor Sula. Listë fituese apo listë për një përfitues? Partia Demokratike ka hyrë në fazën finale të listës për betejën e 11 majit, por apo respektohen kriteret e statusit të Partisë Demokratike dhe të trumbetuara në media. Donë se 78% e kryesisë në Partinë Demokratike de facto ishin kundër primareve, referuar statutit e insistimit të Partisë Demokratike, primaret u zhvilluan. Si një deputet i qarkut Elbasanit që përfaqësoi Bashkinë Elbasan, Peqin, Cerrik, Belgj dhe Gramsh, pas 4 vitesh deputet u futa me bindjen pa bërë kulisa të brendshme për të parë a kisha mbështetjen e demokratëve për t'i përfaqësuar dhe një mandat. Faleminderit demokratëve të Elbasanit, Peqinit, Cerrikut, Gramshit dhe Belgjit, dola i pari si më i votuari. Në 4 vite si deputet kam denoncuar kontrabandën e naftës, braktisjen e bujqësisë e shumë të tjera. Instituti i Studimeve Politike më ka renditur disa herë në 10 deputetet më aktiv në parlament në opozit bërje. Çdo ditë kam mbrojtur interesin e votuesve duke denoncuar në media dhe duke mbrojtur dhe Partinë Demokratike. Kam takuar mijëra shqiptarë në diasporë në këto 2-3 muajt e fundit me një objektiv dhe dëshirë të vetme, t'i bindë të kontribojnë për të bërë vendin e tyre të begat. Jam pritur me shumë respekt, siç edhe i vlerësoj. Por të dashur miq, sapo jam njoftuar se nuk do të jem pjesë e listës së kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit për një arsye të vetme, sepse jam spakist. Për asnjë moment gjatë kësaj legjislature nuk kam vënë në dyshim vetëm një gjë: mbështetjen time në çdo dalje në foltoren e parlamentit të strukturave të reformës në drejtësi, SPAK dhe GKK-s. Kam besuar dhe vazhdoj të besoj se SPAK-u po vazhdon t'i bëjë një shërbim të madh këtij vendi. Kanë futur në burg njerëz me pushtet që pak vite më parë as nuk mund të mendoheshin se do të ishin në këtë situatë. Për mua kjo është një medalje që më vendoset pas 3 mandatesh deputet. E po të kihet parasysh se jam mbështetës i atyre strukturave të drejtësisë, të cilat nga çdo sondazh i bërë dalin si institucionet më të besuara në vend. Për vete nuk kam asnjë keqardhje kur e nisa këtë rrugë në vitin 2005, as që e kisha menduar se do të rria në politikë për 20 vite. Të vetmen keqardhje kam për demokratët e qarkut të Elbasanit dhe ata mira që kam njohur dhe takuar në këto 2-3 muajt e fundit në diasporë. Në fund, kam dhe një mesazh për ata që janë të ngujuar në kull. E po bëjnë listën e qarkut të Elbasanit. Jo kushdo që do të futet në atë listë të mbyllur mund t'i gëzoj votat e demokratëve të Elbasanit, Peqinit, Cerrikut, Belgjit dhe Gramshit. Keq më vjen, por nuk i kemi bërë mirë llogaritë. Ndaj ftoj të gjithë demokratët që për më shumë të më ndjekin sot në orën 21 në media.